Ndoshta është pak herë për të sumuar një ëmbëlsirë, por nëse servir Melisa, mund të bëjmë një përjashtim. Melisa po vjen edhe duket është shumë e qartë se si funksionon, i din detyrat e veta, i kryen ato, nuk bën gabime, kështu të programuar me gjitha numrat e tavolinave, mjafton që ne shtypim numrat e tavolinës dhe ajo shkon vetë tavolina që është programuar. Është shumë e thjeshtë, karikohet gjatë natës, është në bateri, ka shëritin e vet magnetik që e ndjek. Klientët e kanë shumë të thjeshtë që merren vesh me Melisën, sidomos fëmijët. Unë personalisht jam shumë e tërhequr nga këto gjëra dhe nga që i ndjek shumë një vit më parë arrita që të kisha kontakte që të porosisja Melisën sepse nuk është aq e thjeshtë, as sjellësh nga Kina. Edhe turistët ishin shumë të habitur sepse dhe ata nuk është se kishin parë shumë Melisa në xhiron botë. Jemi duke menduar për porosinë e radhës për një Melisë akoma më të avancuar. Për një Melisa më independente, më të pavarur nga ne, që mund ta kryej të gjithë shërbimin nga fillimi në fund vetëm. Nuk është një zëmendësim i plot, por është një kompensim. Në qoftë se ne do na duheshin për shembull 4 kamarierë, 2 të tillë do t'i plotësonin 2 Melisa. Po jo 4 ama.